Këtu nga sheshi Shqipëria Re, Shqipëria Bër, jam me zonjën Dolores Kraja, e përndjekur politike, e përndjekur edhe politikisht, edhe ekonomikisht. Domethënë, orë si kanë lënë kusur, kudo që ka ikë kanë përndjek komunistat gjithë ndej, hap pas hapi. Dhe ka një mesazh për juve dashur miq. Ju përshëndes dashur miq. Kam një mesazh shumë të rëndësishëm. Ky është shansi i fundit që Shqipënia ka për me ndryshu diçka. Nga 80 vjeçari i klyshave të Enverit. 80 vjet ka duru ky popull. Shumë. Prandaj, unë i lutem tanë shqiptarëve ku janë në përbot me ardhë, me qëndru këtu në shesh, edhe mos me u përqa, edhe me vazhdu derisa ky sistem tikin. Se ky sistem është kaq i korruptum, edhe kaq i korruptum sa nuk ka fjalë me thanë. Në të gjitha anë, në të gjitha pikpamjet, si arsim, si shnetësi, si grabitje pronash, tokash, në këto rezorte e spitalet janë pa ilaçe e vdesin njerëzit. Në këto rezorte e pallate e ku diun, e shkollat janë nivelin, arsimi është nivelin më të ulët që mund të ekzistojnë kënd. Rinia theren me thika në për shkolla, që është gjunaj Zotit. Me rrit një rini, dhe me thanë, me rrit një rini të u therë me thika, që këta me vazhdu, me e pas matë kollajt me shtyp këtë rini, se normal kur të rritesh e kur të edukosh të u therë me thika, je një ignorant, edhe ignorantin e shtyp ma kollaj. Kështu që, si thash, shansi është i fundit. Unë nuk kam marrë pjesë në asnjë demonstrat, në asnjë, unë jam pa parti, sepse dihet ajo punë, këta ishin partit, ishe Enveri, partit e këtyne janë, si më thanë, është një band i klyshave të Enverit, që ja donë 2 klane, edhe u banë këta PD-PS. Po këta janë bashkë, këta s'ka punë PD as PS. As nuk janë dja, bile, këta s'janë as komunista, këta janë enverista. Se ku me marë komunistat, ka edhe komunistat mirë, që kanë kënë të nërshëm, që kanë kënë për i co buk, kanë marrë një dokument atë, po këta s'janë as komunista më njerës, këta janë enverista, edhe ma keq, me shkatërru këtë vend, në këtë farfejet, që edhe Zoti mul për qilë zdjeta a regulan. Prandaj, intelektual që janë të papërlymë, që nuk janë hajduta, që e dojnë i fije vendin e vetë, ju lutem, hajdeni me përkra protestën, edhe me ba një edhe referendum po që e nevoja, një qeveri provizore, një diçka që këta me ikë, me domosda, se nuk ka shans tjetër, a shans i fundit. E gjose doni me e majtë Shqipnin, kështu si është, si ka kënë 80 vjetë, atëherë vazhdoni e manje, unë për veti nuk kam nevoj as për post, as për lek, as për vila, as për makina, unë jam thjesht, që jam emigrante të 34 vjetë, kam punu me djerës, i kam bash do gja me djerës, për gjana tjera kam ardhë për vendin tem, sepse në banen me marrë rrugat 34 vjetë, edhe në vend huj anaj matan, e në vend huj këtu. Me tjallë, huj anaj, për në kena linë këtu më njërës. Edhe asë kërkosh në vend huj nuk ashtë i lumë tënë. Të gjithë, vetëm se punojnë, e kam thanun edhe në fjalim protest, emigrimi është sklavrim. Në vend që me punu në vend tonë, me pagu taksa në vendin tonë, me regullu vendin tonë, na duhet me marrë rrugat me pagu taksa në vendet tjera. Prandaj, ju lutem, përkrahni protesten, sot mundën e me ardhë, se këta nuk duhet me pushu edhe nuk duhet mu përqa. Duhet me vazhdu deri sa kë maskarat ikin. Manena, a i thohet popullit fuck you. E fuck you, e them une, Edi Rams, e fuck you i them edhe ati Sali Berisht, kriminalit, që erdi 91-shin edhe mashtroj popullit shqiptar që kishin
një farë shpreset se po dalin në demokracinë e rrem, po ishin klyshat e Enverit. Unë e kam marrë vesh qysh në 85-ën, e kam ditë prej babës tem, sa i ka njoft, kështu që mu edhe kam ikë, po ju them drejtën e shpirtit, që bas me marrë mu në përka ma klyshat e Enverit. Na kanë marrë boll në për burgje, të shku në për spaq, e tu sakatu, nuk kishin shancë ma këta me marrë mu në për kam. As nuk i pihemon këtëne, as nuk i shkej si shgarravin, si shkojnë talë zhelet e pëdes e zhelet e pëses, ta janë tonë zhele, janë zhgarravina, janë spijoj, janë zhvesh nga morali, janë zhvesh nga, ta s'kan pik moralit ma, se kuptaj, a ka një faqa, një fije sejder, vetëm e vjell, edhe si interesant ma për kur gjatë. Spitale vdesin njerëzit se s'ka ilaçe, s'kan terapi me ba, këta nërtojnë kulla, e nërtojnë rezorte, këta horat. Po racë ma të qelë përse këta po s'ka paskon, ma të degenerum. Po ta janë kriminela, këta s'janë hajduta, këta janë kriminela, vetëm krime kanë banë këtë vend, vetëm krime, as si gjatë jetës kanë banë. Vjedha nej, jepi këti, jepi ati. Mos sytë pasat pa ngopën pas kanë kënë këta mëre, po këta janë monstra. Edhe herë them, atë fuck you që ka thonë kë, i them unë këti fuck you, e i them ati beris fuck you, beton zhelet që kanë kë edhe i tjetri. Se këta janë monstra. Ta shtej... Rinia e revolucionit kulturor kines. Kush, asë në Kina, edhe Kina është më mirë se këta. To janë rinia që prishin... Pra ne, ju lutem, përkrahni protesten. Ju rejten atë mirat, edhe shpresojmë me i gjatë mirë për vendin tonë, që e kena dishru këtë shumë, edhe kena najnë mërgim, të ardhë, të pa pleqë, në kanë dek pleqë, me vajtim e me zemër ndorë për fmit e vetë të vujt, me pa fmit. Ju rejten atë mirat, shpresoj për i Shqipni ma të mirë, shpresoj shumë. Unë për veti jam këtu, me thonë drejten, shkoj vi, se kam bëjnë e herë analiza në Gjermani se më duhet me ba doktorin, edhe ve, këto në shesh. Sa, pa fund, do të bëhet, shpresaj do të bëhet diçka. Ju rejtën atë mirat, shnet, ciao. Dashur miq, është e përndjeku, si kalon gjopa po. Dhe më të e kam përndjek me dhe atje kur i Kanada, i kanë bo atë që Zot në ruaj. Motra, do ta përshëndesësh këtë? Po jo komandant, e ka general, jo, e kena po kapten, Maroj.